Pikturova 4 orë të zi në gjithë dyshamenes titarit. Ishte një grua e moshuar me tru të fjetër. Ajo kur nuk donte të shkonte të burimi i ujit. Dyshoja se ajo mund të ndjente vetëm 4 orë gëzi. Më pas, e solla përsëri. Kur e ndihmova të ngrihej, ajo eci përgjatë tyre, por nuk shkoi te burimi i ujit. Ajo thjesht donte të shikonte nga Kritale. U gëzova për këtë. Pastaj erdhi një paçivëri. Ai më solli më shumë terasha. Dikur ishte jaftë, por tani truri i tij kishte fjetur. Valet e trurit të tij ishin të sheshta, si të një kufona. Por kur e thira me emër, valet e trurit të tij lëvizën. Pas ditësh kërkimi, arrita një përparim. U hodha një top bejsbolli. Ata gjithmonë e kapnin në mënyrë të soshur. Shikoje këtë zojë. Ajo është ulur aty, po kur ja hodha topin, ajo e kapi, ndërsa burri nuk reagoi fare. Punova me të e ndihmova të mbjente fjaget. Madje shkova edhe në leksionet e ekspertëve. Pastaj dëgjova për lubari. Mendova se mund të funksiononte, por encefalitin letalgjik ishte pa precedent. Më pas gjeta nanën e tij. Ja shpjegova gjithçka. Ajo pranoi trajtimin. Atë natë pjeda dozën, por aksidentalisht rash në gjumë. Kur u zgjodha